Programet fetare. Për gjatë muajit Ramazan shtohen programet dhe emisionet fetare. E jona është të kemi kujdes se prej kujt e marrim fen. Ibn Sirini, Allahu e mëshiroft, thoshte: kjo dije, pra hadithi, është fe. Andaj, shikoni prej kujt po e merrni fen tuaj. Imam Aliku, Allahu e mëshiroft, tregon: I kam takuar në xhaminë e pejgamberit a.s. 70 dietar. Të gjithë ishin besnik. Po që se ndonjërit prej tyre do t'i jepej përgjegjësia të kujdesej për arkën e shtetit, ai do të kujdesej me besnikëri të plot. Megjithë këtë, nuk transmetova hadithe prej tyre, sepse nuk ishin prej dietarëve të hadithit. Kalitja e fëmijëve për agjërim. Rubeja bint Muavidh për agjërimin e Ashurës tha: e agjëronim ditën e Ashurës dhe i nxitnim fëmijët tanë që të agjëronin. U punonim lodra nga leshi dhe kur qante ndonjëri për ushqim, ja jepnim lodrën të hutojë derisa të vinte koha e iftarit. Prej shprehjeve që ndihmojnë në kalitjen e fëmijëve për agjërim janë: I dashuri juaj pejgamberi a.s. agjëronte. Edhe ne kur ishim fëmijë si ju agjëronim. Çdo herë që duan ta prishin agjërimin, është mirë të këshillohen për durim. Mirë është t'ua kujtojmë her pas here shpërblimin e agjërimit. Vlerat dhe rregullat e agjërimit. Shpërblimi i agjërimit. Prej çuditërave të agjërimit është fjala e Allahut në hadithin kutsi: agjërimi është për mua. Agjërimi është adhurim që nuk duket. Nuk e sheh atë askush përveç Allahut, edhe mu për këtë shkak Allahu e veçoi për veten. Agjërimi është fshehtësi mes teje dhe Allahut, si dhe është i vetmi që e di masën e shpërblimit të tij. Nuk ka si agjërimi në mesin e adhurimeve, ndërkaq për durimin, agjëruesi shpërblehet me bollok dhe pa llogari. U lumt agjëruesve dhe agjëruesve. Gëzimi i agjëruesit. Agjëruesi gëzohet kur e qel iftarin. Gëzimi i tij nuk lidhet veç me të drejtën e tij të hajë dhe të pi pasi ka agjëruar, por gjithashtu gëzohet që ju dha mbarësi të kryen të një adhurim dhe gëzohet me begatinë e plotësimit të ditës me agjërim. Gëzohet që iftarin e qel me gjëra që ja lejoi Allahu. Gëzohet që me përshpejtimin e iftarit e praktikon një sunet dhe gëzohet që lutja pranohet në kohën e iftarit. Ilaçi i zemrës. Një asket tha: ilaçi i zemrës është në 5 gjëra. Ta lexosh Kur'anin me meditim. Ta lësh barkun e boshatisur me agjërim. Të falesh natën, të lutesh me përulje në agim dhe të shoqërohesh me njerëzit e mirë. Morali i agjëruesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kur të agjërojnë ndonjëri nga ju, le të mos flas fjalë të ndyta dhe le të mos bërtas. Nëse ndodh eventualisht që tjetri ta shaj apo ta sulmoj, atëherë le të thot: unë jam agjërueshëm. Le të mos flas fjalë të ndyta, fjalë të pista dhe fjalë epshi. Le të mos bërtas, duke bërtitur dhe duke folur marrëzira. Nëse ndodh eventualisht që tjetri ta shaj apo ta sulmoj, atëherë le të thot: unë jam agjërueshëm, duke ja kujtuar vetes se është agjërueshëm. E përmban gjuhën e tij dhe po ashtu ja kujton kundërshtarit e kush e di, ndoshta largohet